Nxënësit e Tiranës nuk do të mësojnë më me 2 turne. Kreu i Bashkisë së Kryeqytetit Erion Velia i tha se ky problem po merr fund fal partneritetit publik-privat në ndërtimin e 20 shkollave në Tiranë. Tani ka ardhur koha për një ndryshim radikal. Kështu që ne do të vazhdojmë partneritetin publik-privat, ku të 20 shkollat e Tiranës do të bëhen në partneritet me privatin, kur firmat ketë mbaruar shkollën ne do të fillojmë të paguajmë këstet. Kjo deklaratë erdhi gjatë inspektimit në nisjen e ndërtimit të shkollës 9-vjeçare Beti Muço në kombinat. Pas shkollës Hoxha Tasim, kjo shkolla e dytë, shkolla Beti Muço, 9-vjeçare këtu në kombinat, e cila është pjesë e ndërtimit të 20 shkollave në Tiranë. Kështu që duke filluar me këto 2 shkolla të para, duke pasuar pastaj me shkollën Kosova, ne do të vazhdojmë gjatë gjithë këtij viti hedhje themele shkollash të reja. Është vetmja mënyrë se si ne mund të eliminojmë klasat me 2 turne që kemi në të gjithë qytetin e Tiranës. Gjatë inspektimit Velia i foli edhe për një projekt tjetër në këtë zonë. Duke filluar nga muaj tjetër, ne do të fillojmë dhe investimin nga kombinati dhe mbikalimi deri në Sharr dhe pastaj riabilitimin e gjithë varrezave të Sharrës. Shkolla Beti Muço në kombinat do të ketë 27 klasa, me jo më shumë se 25 nxënës në çdo klas, 6 laborator, 3 terrene sportive si dhe një palestër, e cila më pas do të kthehet në një qendër komunitare për të gjithë zonën.